Mediat ekuadoriane kanë dhënë më shumë detaje nga mega operacioni Costa për goditjen e mafias shqiptare. Mësohet se gjatë operacionit është kapur drogë me vlerë $346 milion, ndërkohë në pranga ka rënë edhe një politikan dhe disa biznesmen. Bëhet fjalë për ish-deputetin e provincës El Oro, Jorge Salomon Fadul Franco, i dyshuar si pjesë e mekanizmit që lehtësonte dërgimin e drogës drejt tregut evropian. Operacioni i koordinuar nga policia kombëtare dhe zyra e prokurorit të përgjithshëm përfshiu bastisje të njëkohshme në provincat El Oro dhe Guayas. Fadul u arrestua në një zonë banimi në lindje të Machalës, ku agentë specializuar kontrolluan një pronë në kuadër të hetimeve në vazhdim. Autoritetet transferuan të ndaluarit në masa të rrepta sigurie në Guayaquil, ku ata mbeten në dispozicion të organeve gjyqësore. Prokuroria po heton lidhje të mundshme me rrjetin shqiptar të përfshirë në trafik ndërkombëtar droge. Me profesion ekonomist, Salomon Fadul e nisi karrierën politike si këshilltar në kantonin Machala. Gjatë mandatit në Këshillin Kantonal, ai kërkoi disa herë leje për arsye shëndetësore dhe u zëvendësua përkohësisht nga zëvendësi i tij. Më pas ai u zgjodh deputet në Asamblen Kombëtare, duke përfaqësuar provincën El Oro. Sipas të dhënave zyrtare parlamentare, ai mori pjesë në seanca legjislative gjatë vitit 2012. Në nivel lokal, Fadul njihet si figurë me përvojë në administratën bashkiake dhe në legjislativin kombëtar. Pas largimit nga politika aktive, ai u përkushtua aktiviteteve në sektorin e industrisë së bananeve.